diferenca totale e keshpërdorimeve është 68.017 vota. Pra po flasim për një organizim, po flasim për dashje direkte. Ditë më parë kemi paralajmëruar se manipulimi i votës dhe i rezultateve zgjedhore është krim dhe do të ndëshkohet pa kompromis. Sot, secili prej atyre që ka guxuar t'i fuzduart në votat dhe në vullnetin e qytetarëve është ballafaquar me forcën e ligjit. Dua ta bëj të qartë për gjithë. Këtu nuk bëhet fjalë për numërimin e votave të subjekteve politike që kanë ndodhur me 28 dhjetor. Atëherë kur kemi qenë edhe të angazhuar gjithë prokurorët, policia dhe gjitha institucionet tjera, por bëhet fjalë për manipulime brenda llojit, aty ku 4 subjektet më të mëdha politike i kanë dërguar të preferuarit e tyre dhe ata kanë menduar që larg syve të institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë mund të manipulojnë dhe mund t'ia dalin pa të keqe. Mund të kuptoheshin gabimet e vogla të 10 votave. Edhe pse KQZ nuk ka ndonjë margj tolerance. Këtu nuk bëhet fjalë as për 10 e as për 100, por bëhet fjalë për shumë mijëra vota të manipuluara dhe të falsifikuara. Pra ka kandidat, vetëm për kandidat të subjekteve të caktuara politike që kanë nga 100, 200, 500 e deri mbi 6.000 vota. Pra deri mbi 6.000 vota janë të falsifikuara për një kandidat. Pra bëhet fjalë edhe për situata ku vetëm në një vendvotim, për me pas të qartë, kjo gjithçka ka ndodhur në qendrën komunale të numërimit. Vetëm në një vendvotim, numri i manipuluar ka shkuar deri në 2444 vota. Pra vetëm praktikisht në një klasë kanë votuar qytetarët, janë manipuluar 2444, përderisa mund ta them se në regionin ton ato që janë numëruar nga subjektet politike në QKN është vetëm një vendvotim, pra vetëm një klasë që ka dalur e pa keshpërdorur, që është 0. Dhe maksimalja thash që është mbi 2400 vota. Për ta pasur edhe më qartë, po flasim për komunën e Prizrenit që janë shtuar hiç më pak se 40.497 vota. Dhe janë hequr hiç më pak se 27.520 vota. Pra diferenca totale e keshpërdorimeve është 68.017 vota. Pra po flasim për një organizim, po flasim për dashje direkte për ta përmbytur rezultatin, po flasim për përmbytje edhe të vullnetit të qytetarëve.